بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، falënderimet dhe lavdrimet qofshin për Allahun xhalla wa ala. Atë falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamet qofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë me serin ton tani më të njohur, udhëtimi në drejt ahiretit. Kemi përfundu për jetën e Barzakhut, që kanë qenë kryesisht 6 derse. Javën e kaluar kemi fillu për, apo të themi kështu, si parahyrje në shenjat e Kiametit, e që padyshim se Kiameti prinë ringjalljes, edhe kështu ka qenë e dashur më vorë renditja e kësaj, renditja e kësaj teme, për faktin se mas vdekjes së njeriut është periudha apo etapa e Barzakhut, ku njeri jeton deri në Kiamet. E Kiametit i paraprin disa shenja, pastaj pas të ndodh Kiameti, vjen ringjallja, edhe pas ringjalljes vjen llogaria, mesele që kanë të bojnë me xhenetin edhe xhehenem. Tash pasi Kiametit i paraprin disa shenja, ka qenë udhës me undal edhe me i shtjelu disa çështje apo disa rregulla që kanë të bëjnë me shenjat e Kiametit. Fillimisht duhet me kuptu se çka synohet me shenjat e Kiametit. Asharatu as-sa'a, kjo fjalë është një tok fjalë shqipërbër, e që fillimisht duhet me kuptu se cilën veç e veç, çka nën kuptojmë me këtë, pastaj me e kuptu si tok fjalë çka nën kuptojmë, yani si fjalë të përbashkëta. Esharatu, jo shart, po esharatu, se eshart është kusht, ndërsa kjo është fjalë tjetër me fetha të ras, بالتحريك arabisht i thojnë. Esharatu don të thot el-alama. El-alama don të thot shenje. Shumë si i kësaj fjale në gjuhën arabe është eshrat, apo esharat, në rregull. Kur të themi eshratu shej, synohet apo mundim me përshtat shqip fillimi i një gjëje, apo gjëja me cilën fillohet diçka, apo i paraprin një çështje. Kanë thonë në arab shuratu sultan, kanë thonë janë ata njerëz të cilët janë njerëzit e parë rreth sultanit, rreth prijesit. Ndërsa fjala es-sa'a e shohim në përkthimet shqip e përkthim ora. Ç'është e përkthim? Fjalën es-sa'a e përkthim ora. Mirë po, nuk është për qëllim këto ora përkthimi bukfal. Mirë po, es-sa'a është për qëllim juz'un min al-lejli aw an-nahar. Një pjesë prej natë apo prej dite. Gjithsesi e ka këtë kuptim. Shumë si i kësaj fjale është sa'at, ose sa'at, ose sa'. Do të thonë, shumë si i kësaj fjale është i tillë. Ndërsa, nëse përdoret fjala e sa'a në kuptimin e shariatit, ku Allahu xhalla wa ala flet në Kur'an për ta, kanë thonë në ulemoja është për qëllim el waqtu alladhi
taqumu fihi al-qiyama. Me këtë synohet koha kur ndodh kiameti. Koha kur ndodh kiameti. Ndërsa asharatu s-sa'a, shenjat e kiametit, me to synohen ato shenja të cilat i paraprin, se tham kuptimi i fjalës asharat është për qëllim me i paraprit diçkahin. Këtu kur të bashkohen këto dy fjalë asharatu s-sa'a, është për qëllim ato shenja të cilat i paraprin ditës së kiametit. E gjeni na për libra fetare, kur thënë kuptimi i fjalës, posaçërisht kur i përkufizojnë çështjet, thënë kuptimi i fjalës në kuptimin apo synimin me këtë fjalë në kuptimin etimologjik, gjuhësor, edhe në kuptimin sheriatik, patjetër çka ndodh shpesh na për libra shqip, na për literaturë shqip, e gjen përfundon me kaq, e përkufizojnë gjuhësisht, e përkufizojnë çka do të thonë shkencën cilën është të fol, edhe përfundohet. Ama patjetër duhet me ekzistu një lidhje mes kuptimit gjuhësor edhe kuptimit lëmin cilën je të fol. Është e qartë, patjetër duhet me ekzistu. Tash nëse themi se e sharatu është për qëllim fillimi i diçkaje, atëherë kuptimin sheriat, çka synohet me këto, shenjat të cilat i paraprin, e që kthehet në kuptimin esencial të fjalës, shenjat të cilat i paraprin kujna, i paraprin ditës së kiametit. Ulemoja kur kanë fol për ditën e kiametit apo shenjat e kiametit, kanë thonën apo e kanë bënë një ndarje interesant. Es-sa'atu s-sughra, es-sa'atu l-wusta, edhe es-sa'atu el-kubra. Kiameti i vogël, kiameti i mesëm, edhe kiameti i madh. Themi kështu. Çka kanë synu me secilin? Kur kanë folë për kiametin e vogël, çka mërmenja? Çka synohet me kiamet vogël? Vdekja. E kemi përmendur më herët. Me kiamet vogël synohet vdekja. Me kiamet mesëm, po themi kështu, me kiamet mesëm, çka synohet? Synohet vdekja e njerëzve të një shekulli. Do të thonë është një periudhë, një etapë, edhe kur përfundojnë njerëz të çasaj etape, do të thonë më i vogël i tyre, synohet. Kjo bile zatën ka ardhur me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka potencuar këtë çështje. Ndërsa kur flitet për es-sa'atul kubra, për kiametin e madh, synohet shenjat e mëdha të kiametit, të cilat do të vinë inshallah. Në Kur'an sa herë përdoret fjala es-sa'a përgjithsisht, herë që përdoret fjala es-sa'a, synohet kiameti i madh. Synohet që kiameti i madh që thash. Për ndryshe nëse synohet me vdekje, precizohet si mesele. Ka thonë Allahu Jalla wa Ala, yes'aluka an-nasu 'ani s-sa'a. Ti o Muhammed, njerëzit do të pyesin për kiametin. Çka është për qëllim? Është ky kiameti i madh, shenjat e mëdha të kiametit që i paraprin edhe ndodh kiameti. Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar, iqtarabat as-sa'a është për qëllim, është afruar kiameti i madh. Idha waqa'at al-waqi'a, kur ndodhia e kiametit, në fillim të surës, në këtë formë synohet kush kiameti i madh. Në fund surës, ta balagat il-hulqum, synohet atje kiameti i vogël, vdekja. Në rregull. Ndërsa sa i përket ndarjes së shenjave të kiametit, dietarët shenjat e kiametit i kanë ndarë në dy kategori. Shenjat e vogla të kiametit edhe shenjat e mëdha të kiametit. Çka synohet me shenjat e vogla edhe çka synohet me shenjat e mëdha? Me shenjat e vogla kanë thonën synohet ato shenja të cilat
nuk aludojnë se kiameti është shumë afër. Do të thonë mes atyre shenjave, edhe kiametit mundemi me thonë se ka distancë jo të shkurtër, me thonë atë kuptimin se nëse ndodhin çdo kiameti veç se ka me ndodhur frikë. Ndërsa te shenjat e mëdha të kiametit, që janë të përmendura me një hadith të gjatë, ato kanë thonë në ulemoja janë për qëllim ato shenja të cilat aludojnë se kiameti tani veç se do të ndodhë. Do të thonë këtë ndarje ka bo shenjat e vogla edhe shenjat e mëdha. Disa dietare kanë bo një ndarje tjetër. E kanë bo një ndarje në treshe. Kanë thonë shenjat të cilat kanë ndodhur, shenjat të cilat janë duke ndodhur, edhe shenjat të cilat nuk janë shfaq deri tash. Shenjat të cilat kanë ndodhur, sikur është qarja e hënës, që do t'i shohim tash, shenjat të cilat po ndodhin edhe i jetojmë ato, edhe shenjat të cilat lem yadhhar minha shay, kanë thonën janë ato shenjat të cilat deri tani nuk janë shfaqur, e që kryesisht janë shenjat e mëdha të kiametit. Fillojmë me shenjat e vogla, po i përmendim disa sonte, e që janë bejagjisi shumë, mirë po, ajo që ka kështa pas qef, fillimisht me e kuptuan si rregull. A don të thot, nëse ndodh një shenjë e kiametit, apo nëse një gjë është përshkruar në argumentet sheriatike se ajo është shenjë e kiametit, a do të thotë se ajo çështje është ndaluar? A është e qartë meselja? Nëse një gjë apo një shenjë e kiametit është përmend në argument, një veprim është përmend si shenjë e kiametit. Nëse ndodh çajo, a do të thotë që çaj veprim është i ndaluar apo jo? Këto duhet me kuptu shumë mirë. Se disa çka bojnë, kur e përmendin automatikisht kur thonë se kjo është prej shenjave të kiametit, mendojnë që rrjedhimisht është edhe haram. Kjo nuk është kështu. Mundet për shembull, prej shenjave të vogla të kiametit është përhapja e pasurisë. Sa që ka ardhur në argumente se nuk ka vend ku e jep sadakën edhe zakatin. Tash përhapja e pasurisë është haram? Është e qartë? Pastaj tjetra, për shembull prej çështjeve tjera, është garimi i njerëzve në ndërtesa të larta. Tash na i kem këta inxhinierat kësaj dhe një kompani për shembull po e ndërton një ndërtesë të madhe, po vjen tjetra, po e zbukuron edhe më shumë, po vjen tjetra edhe më shumë. A do të thotë që kjo çështje është haram? Ja. Ama ka ardhur si shenjë e kiametit, ka ardhur si shenjë e kiametit. Ka ardhur si shenjë e kiametit. Kur njerëzit garojnë në ndërtesa të mëdha, ose kur për shembull barinjet kryesisht garojnë në ndërtesa. Do me thonë që bariu gjithmonë duhet me mbet bari dhe nuk guxon ai me hi këtij pazari, se në çat moment kur hi këtij pazari, ose e kiametit të vaj gjithmonë do të më kthy te vani ku e ka. A këto që të duhet me e kuptu mirë. E para, e dyta, duhet me e kuptu gjithashtu mirë se nuk guxon nëse ndodh një veprim, me thonë që kë është për synim në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si shenjë e kiametit. Se ndoshta mundet më vonë me ardhë një diçka që i përshtatet më shumë asaj shenjë të kiametit se sa që ajo çështje paraprake. Për këtë arsye, përshkruhet ajo që është përmend në hadith, ama nuk precizohet se kjo është për synim. A e kuptuat djem? Këto është shumë rëndësi me kuptu, se nga një herë, po gjejmë disa kolegë tonë, fillon tash nëse ndodhin diçka, qoftë në tokat e lindjes atje, qoftë dikun më në vend tjetër, edhe tash fillon çato ngjarje i zbret në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se i përshtaten shme thon kuptimi i tyre,
edhe rrjedhimisht thotë se që kjo është e synuar me këtë hadith, që kjo është e synuar me këtë hadith, kjo është e synuar me këtë hadith. Kjo është problem. Patjetër shenjat e kiametit do të mu kuptu si shenjë, ajo që është e precizuar në shariat se që kjo synohet, halas e pranojmë, ndërsa ajo që nuk është e precizuar, po ka mundësi i përshtatet një shenjë për shenjave të kiametit, nuk e mohon, me thonë se jo, nuk është për qëllim kjo, ka mundësi më ka për qëllim qajo, ama nuk e pohon tërsisht. Se jeta është gatë, ka mundësi me ndodhi diçka që i përshtatet shumë ma shumë që ati kuptimi që ka në hadith, se sa ajo për cilën në esencë të folë. Prej shenjave të vogla të kiametit, shenja e parë është dërgimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Kjo është, po bëjmë një renditje të shenjave të vogla në bazë të kuptimit përgjithshëm, që munden me ndodhë për shembull që kjo renditje apo diçka e ngjashme. Se tek shenjat e vogla të kiametit nuk ka ndonjë renditje të caktuar. Se tham distanca mes këtyre ndodhive, shenjave të vogla dhe kiametit është larg kuptimin tonë. Ndërsa tek shenjat e mëdha të kiametit ka një hadith që renditja është precizuar. Kjo, pastaj kjo tjetra, pastaj kjo tjetra, edhe që shka në hadithin e Muslimit, se ato ndodhen shpejt, sikur rruzat kur dalin prej pejit, njëna mas tjetrës. Është e qartë, ato janë synume. Ndërsa këto shenjat e vogla, parafërsisht, shpëthonin përgjithsisht nëse analizojmë kuptimin e tyre, mundemi një renditjet për afërt me e përmend. E para është dërgimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se dërgimi i Muhammedit si vull e pejgamberëve. Vull e pejgamberëve, nuk ka pejgamber mas tij. Wa khataman nabiyyin. Nuk ka pejgamber mas tij. Pasi që nuk ka pejgamber mas tij, edhe ligji i tij është shpëthonën në fe deri në ditën e kiametit, rrjedhimisht kuptohet se kjo është shenja e parë që kiameti nuk është larg. E dyta, ka argument për këtë çështje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë bu'ithu ana was-sa'atu kahatayn wa yushiru bi isbi'aihi fayamudduhuma. Thot jam dërgu unë dhe kiameti çështë. Është e qartë, shumë afër. Ndesh në bashkim, ndesh në matjen këtë formë. Jam dërgu, thot unë, edhe kiametit, do më thonë koha e afrimit të kiametit, sikur kehatejni edhe i ka ngrit dy gishtat. Në hadith Enesi radiallahu ta'ala anhu e përshkruan që të formë që përmenda, thot bu'ithu ana was-sa'atu kahatain, qala Anas wa dhamma as-sababata wal-wusta. Jam dërgu unë edhe kiameti në këtë formë, thot edhe i ka bashku këta dy gishta. Këtë gishta dhe gishtin e mesëm i ka bashku në këtë formë. Prej shenjave të kiametit është gjithashtu edhe vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin se shënon Auf ibn Malik, u'dud sittan bayna yaday as-sa'a, numroj 6 gjëra para kiametit. Do të vinë inshallah tjerat, hadithet me radhë, prej tyre ka përmend edhe vdekjen time. E vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është prej musibeteve më të mëdha që i kanë ngja ummetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: "Idha usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur fi musibatihi bi, fa innahu min a'zami al-masaib."
Nëse ndonjëri prej juve goditen me ndonjë fatkeqësi, ndonjë sprov, atëherë le ta kujtoj vdekjen time në fatkeqësinë e tij. Se vdekja ime është fatkeqësia apo sprova më e madhe që ka godit ummetin. Edhe Zotën, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë ndije kështu. Enes radhiyallahu ta'ala anhu thot, kur ka hyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, adaat kull shay. Çdo gjë në Medinë o shëndrit. Mirë po kur vdeq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Medineja ma nuk ishte ajo Medinë që e njehim më herët. Hatta ankarna qulubuna. Deri sa thot Enes radhiyallahu ta'ala anhu, edhe zemrat tona nuk i kanë njoftë, më atë Medinë që kanë njoftë. Për këtë arsye i gjen shumë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mas vdekjes tij e kanë lënë Medinën. Kemi përmendur disa siç është edhe rasti i Bilalit radhiyallahu ta'ala anhu. Thot Ibn Hajar rahimahullah, kur e komenton fjalën e Enesit, yuridu annahum wajaduha taghayyarat amma ahaduhu fi hayatihi min al-ulfati was-safa'i war-riqqati لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب. Thot Enes radhiyallahu ta'ala anhu me këtë qëndrim ti apo përshkrim tin të Medinës, ka dosh me thonë se nuk ishte ajo Medinë në cilën kanë gjetë rahati, janë ndje mirë shpirtërisht me mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ja u ka bë atyre, me edukimin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka bë atyre. Këtë mirësi e kanë humbur. Për këtë arsye Enes radhiyallahu ta'ala anhu thot kështu, edhe Zotën Ummu Ayman radhiyallahu ta'ala anha ka qenë një grua që është kujdes për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë i vogël. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kohë pas kohë ka vizituar Ummu Ayman. E dini ngjarjen. Vdes pejgamberi alayhi salatu wassalam, Umayr radhiyallahu ta'ala anhu i thot Abu Bakrit, apo shkojmë për vizitojmë Ummu Aymanin ashtu që vizitojshëm kur ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë shku. Kur kanë shku te Ummu Ayman i ka fillu me çajt radhiyallahu ta'ala anha. Kanë thonë, o Ummu Ayman, pse po çon? A nuk e din se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njeriu më i mirë te Allahu? S'ka njeri më të mirë. S'ka njeri më të mirë se pejgamberi alayhi salatu wasallam tek Zoti i tij. Ummu Ayman ka thonë, nuk po çoj për këtë. Se kjo s'ka dyshim se e di këtë çka po thuni ju. Mirë po çoj për një diçka tjetër. Cila është ajo? Është kjo shej e kiametit. Inna al-wahya qad inqata'a min as-sama. Shpallja tani më është ndal prej qiellit. S'ka më shpallje. Kjo e ka bu Ummu Ayman radhiyallahu ta'ala anha me çajt. Është ndërprej shpallja. Gjibrili lidhen e tij me pejgamberin e Allahu xhalla wala me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ka përfunduar. Do thonë është ndërprej shpallja prej qiellit. Thot transmetuesin këtë hadith, thot ka çajt ajo edhe ka filluar edhe Abu Bekri edhe Omer radhiyallahu ta'ala anhu me çajt. Kjo ka qenë rënë për ta vëllazër. Çdo mesele, çdo çështje, çdo problem, çka kanë pas janë drejtuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se në mesin e tyre e kam pas ata. Me njëherë, nëse nuk ka pas përgjigje direkt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, janë ndihmu me shpallje. Edhe janë zgjidhur çështjet. Tani më shpallja përfundoi. E kur përfundon shpallja, automatikisht është shenjë prej shenjave të kiametit. Se misioni i pejgamberëve të Allahu xhalla wala u plotsu. Edhe Zotën këtë subhanallah, Abu Bakri radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë shumë i beqëm. Shumë i beqëm. E dini çlirimin e Mekës, o çliru Mekja, janë gëzu muslimanët, po kthehen në vendin e tyre prej cilit janë zjerë. Allahu xhalla wa ala po zbret ajete edhe po i përgëzon për këtë mirësi. Idha jaa nasrullahi wal fath,
kur vjen ndihma Allahu xhalla wa ala dhe çlirimi. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Njerëzit i sheh të hi grupe në fejnë Allahu xhalla wa ala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Madhroja Allahun xhalla wa ala edhe kërko falje se Allahu fal shumë e pranon. Krejt sahabit janë gëzu me këtë sure. Ama Ebu Bekri ja. Ebu Bekri ka qajt. Kur ka zbrit që kjo sure, Ebu Bekri ka qajt. Janë mahanit sahabit. Ka thonën pse po qanë? Ka thonën po qaj se që kjo sure nësë aludon diçka, aludon për afrimin e gjelit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Se Mekja u qliru, njerëzit hinën fejnë e Zotit. Numri i muslimanëve u shtu, edhe Zotën mas zbritjes kësaj sureje ka ndodh haxhi i lam të mirës, edhe pak kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek. E kjo është padyshim shenjë prej shenjave të kiametit. Se misioni i pejgamberëve përfundoi. Lidhja e qiellit me tokën në formë të shpalljes përfundoi më. Edhe automatikisht kjo apo më thon rrjedhimisht është shenjë prej shenjave të kiametit. Prej shenjave të kiametit gjithashtu është edhe çlirimi i Bejtul Maqdis, çlirimi i Kudusit. Gjë që ka ndodhur në kohën e khilafetit Umerit radhiyallahu ta'ala anhu në vitin e 16 sipas hijretit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të njëjtin hadithin Auf ibn Malik, thot u'udud sittan bayna yaday as-sa'a, numroj 6 prej shenjave që do të ndodhin para kiametit, prej tyre përmend edhe fethu Bejtul Maqdis, edhe çlirimi i Kudusit. Ngjarjen se çysh ka hi Omeri radhiyallahu ta'ala anhu në Bejtul Maqdis, atë që ka çliru e kemi përmend te meselja atë biografia e sahabëve kur kemi fol kryesisht për Omerin radhiyallahu ta'ala anhu, edhe ngjarjen e tij me Abu Ubaida ibn al-Jarrah. E dini se Omeri radhiyallahu ta'ala anhu kur ka hy në Palestinë atje për me çliruan Bejtul Maqdis, e dini që ka qenë të thu me shërftorin e tij Eslem. Janë konë me një deve, të dëtë janë konë bashkë. Atje të e prit muslimant. Atje të e prit me një deve të hecë, me ranë. Her ka hyp Umeri radhiyallahu ta'ala anhu, ka zbrit Umeri, ka hyp Eslemi. Qështu? Nëherë njoni kanu yatanawabun ka ardhën në tharë. Her njoni ka hyp, her njoni. Para nda vëllëzër, për ka njëm të full. A dhe kësan mos e kuptoni thjesht. Mos e kuptoni dy shok bashkë të shku, na që shjena shok, edhe ja. Kuptoni prisi shtetit musliman. S'ka pranu ndryshe. Edhe kur ka ardhë, kur është afruen me hinë Kudës, me hinë Bejtul Maqdis, atje në që me thonë në Palestinë, rani i kujt është konë me konë në hyp? Eslimit. Se konë e Umerit. Janë eshtu devet, a shka ka bo? është konë një gropë me ujë kështu, është për vjellë radhiyallahu ta'ala anhu dhe ka hinë gropë, i ka ngrej devet me dhën ujë. Kanë ardhë muslimë, kanë thonë, ja emir al-mu'minin. A di, t'ju shërbejmë na, e mos shohin këta tyje në qëtë gjendje. Që të Umeir radhiyallahu ta'ala anhu e ka thonë një fjallë të njohur që hoxhallarët e përmenin shpesh. Ishëm popull, thot, i nënçmun, njerëz në përkombër. Thot, deri sa Allahu xhalla wa ala na i pruni islamin. Kur na i pruni Allahu islamin, fa a'azzana bil islam. Na ka bo me kom krenar me islam. Na ka bo krenar me këtë islam. Edhe që kjo tani që
çlirojmë që të kos që kjo është prej krenarisë Islamit. Dini thot mirë se nëse e kërkojmë që të krenari dikun tjetër përveç Islamit, kam në nënçmu Zoti. A e kuptut? Nëse që të krenari e kërkojmë dikun tjetër përveç atij Islami, Allahu kam në nënçmu. Janë konë popullin e përkombur, janë konë torturun. Paria e Mekës kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folë për çlirimin e Shamit, e ata e këta janë tallë. Amo qata njerë që kanë qenë në përkombur, qata njerëz i kanë çliru këto vene. E që të krishterët që kanë pas Bejtul Maqdis në dorë, kanë thonën një njeriu i cili i ka qëto i tipare që ti ke me adërzu qelsat e Bejtul Maqdis. Kanë sënu Umeri radiallahu ta'ala anhu. Në dhënë qëtë formë Umeri radiallahu ta'ala anhu e ka qëliru Bejtul Maqdis. Prej shenjave të voglat të kiametit është edhe taunu Amwas. Amwas është një vend atje në Sham. Kjo kolera, taunit a pëthujnë kolerë, kjo ka ndodhë kohën e Umerit radiallahu ta'ala anhu, që numri i muslimanëve të vdekur ka qenë me 100 mija. Prej këtij tauni kanë vdek sahabi të mëdhaj. Prej tyre ka vdek edhe Ebu Ubejde ibn al-Jarrah radiallahu ta'ala anhu. Jo edhe në ngjarjen kur Omeri radiallahu ta'ala anhu i ka kërku me u kthy në Medinë. I ka kërku Omeri, Ebu Ubejdes ka thonë unë kam nevojë për ty. Ebu Ubejdi ja kthen letrën edhe i thot, ja Amir al-Mu'minin mos më urdhëro. Se nëse më urdhëron më kthy në Medinë, urdhri jot është që duhet më përfill patjetër. Ama unë jam ushtar prej ushtrisë islame. Edhe më lejo thot që ndroj me ta. Edhe në Omeri radiallahu ta'ala anhu është mërzit shumë, pastaj ja ka dërguan një shkres tjetër edhe i ka thonë largohu prej qati vendi ku je, del me një pjesë tjetër, Gjabia, që i kanë thonë del atje se ajri ma i pastërt, ma i freskët, edhe që me thonën për ballimin e kësaj sprove, nështë atë tjetë ma i letë. Ebu Ubejda radiallahu ta'ala anhu deri në këto moment kur o konë të ja këthyë në Omeri këtë letra, nuk ka qenë i godit prej kësaj kolere, nërsa kur ka ardhur letra e Omerit, edhe po bon gati me dalë në Gjabje, të hypë në deve, ato e ka kuptuan që veç se ka godit radiallahu ta'ala anhu, pastaj pas pak ditëve ka vdek Ebu Ubejda radiallahu ta'ala anhu. Edhe numëri madh i sahabive kanë vdek shpethonën në këtë ngjarje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të njëjtin hadith të Auf ibn Malikut thot u'dud sittan bayna yaday as-sa'a, numroj 6 gjëra para kiametit, prej tyre përmend edhe mautan ya'khudhu fikum ka qu'as al-ghanam. Është për qëllim që kjo kolera që është e përmend këtë rast. Prej gjërave që apo prej sheve të kiametit është përhapja e pasurisë që përmenu në fillim, ahludum ta, sa që nuk kanë pas edhe ku e japin zeqatin. Prej çështjeve apo sprovave apo shenjave të kiametit themi kështu, janë edhe shfaqja e fitneve edhe përçarjeve të muslimanët. Çto është mirë me kuptu. Një çështje që kur analizon mirë del ky rezultat. Na thamë se javën e kalum lajmërimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për disa gjëra që do të ndodhin o shenjë e profetësisë së tij. O shenjë e profetësisë së tij.
Edhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lajmëron për një diçka që do të ndodhë, edhe saktësohet ajo se ka me ndodhë, nuk ka ndryshe me konë. Se nëse ndodhë ndryshe atëhera, kjo automatikisht që me thonën ndikon në lajme që nga kanë ardhur. Për këto ka qenë prej kaderit Allahu xhelle wala se gjëra do të rrjedhin kështu. Edhe për këtë arsye ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Prej shenjave që ka lep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lajmëruar Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu prej shumë prej këtyre sprovave. Edhe ka nxit që besimtari gjatë këtyre sprovave me urujt, mos me u zhyt në to, me qenë i distancun. Ka thonën kështu: badiru bil a'mali fitanan ka qita'i al-layli al-mudhlim. Veproni mirë, nxitoni për punë të mira, para se të ndodhin, thot, fitne edhe sprova, të cilat janë të errëta sikur nota, nuk janë qarta. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Gdhin mëngjes njeriu besimtar, e mbromje, e ngryz mbromja, vjen mbromja, komplet është ndryshe. Ngryz si pa besimtar. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ose hyn natën si musliman, e zgjohet mëngjes si pa besimtar. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Ndodh që ndonjëri ta shet thot fen e tij për diçka të lehtë të çështjeve të dunjos. Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anhu, një prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot kështu: istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leylatan fazi'a. Një natë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është çu natën i trishtuar. Ka thonë: subhanallah, ma anzala Allahu min al-khaza'in. Çfarë sprova Allahu xhelle wala ka zbrit. Wa madha anzala Allahu min al-fitan. Sa që me thonë mirësi dynjos kanë zbrit, e çfarë sprova të mëdha ato janë për besimtarët. Men yuqidhu sawahib al-hujurat. Kush për ju, thot, po shkon dhe me ngrit gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me u falë. Yuridu azwaja likay yusallin, mënyrë që të falen edhe të luten. Rubba kasiyatin fi dunya ariyatan fi al-akhirah. Njeri thot ka mundësi mu tregu i mbulut, e me mbulut këqijat, e të methat e ti, ama të Allahu xhelle wala në ditën e kiametit shfaqen krejt. Hadithet shumëta që tregojnë për këto fitne që kanë me ndodhë në umetin e tij. Prej tyre kanë thonën fitne që do të lindin prej lindjes, që do të dalin prej lindjes, kryesisht prej Irakut. Ka për qëllim fitnet e Khawarijve, fitnet e Shiave, fitnet e atyre që kanë qenë pasaj Nawasib kundër Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Prej tyre është edhe mbytyja e Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu, që për mbytyjen e Uthmanit kemi fol 2 ligjërata të gjata. Kush don mundet me u kthy atje edhe me i dëgjuar rënd se çysh ka ndodhur te ka ndodhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju e dini se para se me vdek Uthmanin radhiyallahu ta'ala anhu e ka afru afër vetës edhe i ka fol diçka në vesh. I ka fol diçka në vesh Uthmanit. Se ngjarja kur ka qenë Uthmani tek Kubaja atje taj kopshti, kur ja ka qel derën fillimisht Ebu Bekrit, pastaj Umerit, edhe ka përgëzuar me xhennet, pastaj Uthmanit edhe ka thonë përgëzoje me xhennet me një sprovë që ka do t'i ndodhë ati. Edhe lajmëroje për një sprovë. Uthmani ka thonë Allahul Musta'an. Pastaj para se me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Uthmani ka fol diçka në vesh.
kur se ka dorëzu khilafetin. Edhe kanë thonë në ulemoja, Allahu Ta'ala a'lem se çka i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Uthmanit. Se duket Uthmani nuk ka paralemru për ta. Mirë po, ka ardhur në hadith nëse të kërkojnë tyje për mu largu për khilafetit të mos u largo. Edhe ka vdek si shahid radiallahu ta'ala anhu. Pastaj prej çështjeve tjera është rasti i ngjarja e deves, që kemi shpjegu, aty ku kanë marrë pjesë Aisha radiallahu ta'ala anhu, Talha edhe Zubejri. Pastaj prej çështjeve që kanë përmend prej fitneve si shenja të kiametit, është rasti apo lufta mes Muawijes radhiyallahu ta'ala anhu edhe Aliut, si thash shfaqja e Khawarijve gjithashtu. Fitnatul qawl bi khalqil Quran, fitnia e atyre që kanë thonë se Kur'ani është i krijuar e nuk është fjalë e Zotit. Këto veç shkurt po e përmeni, kjo fitnë është shumë e madhe. Edhe ka njëherë shkon si mesele veç përmenet edhe kry muhabet, ama çka i bjen kjo? Allahu Kur'ani është dija e Allahu Gjelle Gjelaluhu. është fjalë e Zotit. Jo e krijune. Me thonë që është e krijuar, kjo i bjen që Allahu Gjelle Wala ka qenë pa dije, pastaj ka kriju dijen e tij. Kjo është e rrezikshme. Për këtë arsye, Imam Ahmedi rahimahullah, ata të cilët kanë folë për dhe kanë thonë se Kur'ani është i krijuar, nuk i ka konsideruar si muslim. Nuk i ka konsideruar si musliman. Prej çështjeve që kanë përmend ulemoja se është prej shenjave të kiametit, është edhe shfaqja e njerëzve të cilët kanë pretendu pejgamberllak. Shfaqja e njerëzve të cilët kanë pretendu pejgamberllak. Disa kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka fundi i shpallës, e disa edhe pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La taqumu as-sa'atu حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 حتى يبعث." Nuk do të ndodh kiameti derisa të shfaqen njerëz gënjeshtar, dajjalun, kadhabun, e ka përforcuar në dy forma. Parafërsisht thot numri i tyre është 30. Numri i tyre është 30. Kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Secili prej tyre pretendon se është pejgamber prej pejgamberëve të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Prej shenjave të kiametit është edhe intisharu el-amn, apo themi kështu, është përhapja e sigurisë tek vendet islame. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La taqumu sa'atu hatta yasira ar-rakibu bayna al-Iraq wa Makkah la yakhafu illa dalal at-tariq." Nuk do të ndodh kiameti derisa njeriu të thoj prej Irakit deri në Mekë, askush se pengon, nuk ka frikë prej askujt përveç prej atyre, prej humbjes rrugës që mundet të bëjë. S'ka frikë tjetër. A mundet me thonë që përhapja e sigurisë është e ndaluar? Kthemi te çaj parimi i parë që përmendëm. Prej shenjave të kiametit gjithashtu po përfundojmë me këtë, inshallah pastaj vazhdojmë ligjëratat e ardhshme me shenjat e tjera. Është dhuhuru naril Hijaz. Dhuhuru naril Hijaz. Shfaqja e një zjarri në tokat e Hijazit. Hijaz në Arabinë Saudite sot. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë për çet ngjarje, hadithi është në Sahihun e Buhariut: "La taqumu sa'atu hatta takhruja narun min ardi al-Hijaz." Nuk do të ndodh kiameti
deri sa të del edhe të shfaqet një zjarr prej tokave të Hijazit. Tudhi'u a'naqa al-ibli bi Busra. Kanë me u pa edhe devet, qafat e deveve në Busra. Ku është Busra? Shkojnë përkthime e bojnë në Basra. Basra në Irak. Ama këto është për qëllim një qytet në Sham, Siri. Thot deri sa del ai zjarr prej Hijazit, qashtu shëndri deri sa të shihen thot edhe deve gjithsesi qafat e tyre në Busra atje. Kjo ka ndodhur. Ulemoja e kanë përmenë dhe kanë potencu që në gjarje. Ka thonë, وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري. Në gjysmën e dytë të shekullit të 7 sipas hijretit. Kjo ngjarje thënë ka ndodhur në çatë kohë. Imam Nawawiu, Allahu e mëshiroft, thot: "Kharajat fi zamanina narun bil Medina Sanat 54 wa 600." Thot në kohën kër isha unë, ka ndodhë thot një zjarr, o shfaq thot një zjarr i madh në Medine në vitin 54 wa 600, në vitin 654. وكانت نارا عظيمة جدا. Ka qenë zjarr shumë i madh. Thot në anën lindore të Medinës, edhe kjo çështje unë çka po e përmend, thot وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان. Kjo ngjarje çka po e përmend unë, nuk jam veç unë që e tham. Mirë po kjo lajm e përmenin krejt njerëzit e shomit, se kjo ka ndodh qatë vet. Wa akhbarani man hadaraha min ahli al-Medina. Edhe më kanë lajmëru gjithashtu prej njerëzve të Medinës se ka ndodh. E shifnin sa aspekte përmen. E para thot ka ndodh kur jam konë në kohën tonë, e përmen vitin, e përmen pjesën e Medinës, cilën pjesë, pastaj thot s'është që jam të dëshmu veç unë, po shumë që me thonë tewatara, grup pas grup është përmen kjo punë, pastaj më është vërtetu se edhe për njerëzve të Medinës e kanë përmen që ngjarje. Të njëjtën ngjarje potencon edhe Ibn Kathir rahimahullah. Gjithashtu Imam Qurtubiu rahimahullah e ka përmen të njëjtën ngjarje në librin e tij at-Tadhkira. Ibn Hajar rahimahullah në fund thot: "Walladhi dhahara li anna an-nar al-madhkura hiya allati dhaharat bi nawahi al-Madina kama fahimahu al-Qurtubi wa ghayruhu." Ajo thot që është e qartë, është se zjarrin të cilën është i përmend këtë hadith, është ai zjarr i cili ka ndodhur në Medinë, edhe ka përmend Imam Qurtubiu edhe të tjerët. Duhet me pas parasysh se ky zjarr apo që kjo ngjarje që ka ndodhur nuk është për qëllim zjarri që do të ndodh në fund për shenjave të mëdha të Kiametit, i cili do t'i shpije njerëzit për ka toka e mahsherit, atje kur kanë me dhonë llogari para Allahut Gjelle Gjelaluhu. Me këtë inshallah po e përfundojmë për sot. Po pauzojmë pak prej dersëve për faktin se tash se janë shtu musafirët edhe kërkojnë edhe ko pas kohë me u taku me ta, besoni kem nevojë pak inshallah. Ta shohim 1-2 javë ndoshta me pauzu, pastaj kthehemi edhe vazhdojmë me shenjat e mbetura të vogla të Kiametit, pastaj kalojmë te shenjat e mëdha edhe vazhdojmë serin ton inshallah taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.